Zonat kodrinore të Mallakastrës kanë interesin më të lartë në gjithë territorin e Qarkut Fier për të aplikuar për paketën e maleve. Sipas drejtorit të pyjeve dhe mjedisit pranë Bashkisë Mallakastër, Ledian Shehaj, aplikimet vazhdojnë kryesisht në zonat me fushpamje drejt Vjosës dhe aplikuesit janë kryesisht emigrantë, të cilët mendojnë rikthimin nëpërmjet investimeve në vendin e tyre. Pjesa dominuese janë emigrantë, duke filluar nga shteti grek, italian, gjerman dhe deri në shtetin e Amerikës. Dhe ardha e emigrantëve, investimi pranë trojeve të tyre, besoj sepse do të ndikojë në investimin dhe në popullimin e këtyre zonave. Paketa e maleve pritet të sjellë një hovë zhvillimit ekonomik të Mallakastrës, ka theksuar Shehaj, duke ripopulluar nëpërmjet vendeve për punësim fshatrat e Mallakastrës pas shpopullimit të frikshëm të viteve të fundit. Deri në këtë moment në Bashkinë Mallakastër janë 48 aplikime, po këto të pothuajse të shpërndarën në gjithë territorin e Bashkisë Mallakastër, ku dominojnë fshatrat Drenov, Hekal, Kut dhe Çorush, duke qenë sepse këto zona kanë fushpamje me luginën e lumit Vjosa dhe është një destinacion turistik. Por jo vetëm këto dy zona, janë dhe zona të tjera si liçenet e Lumarës, pjesa në kufirin ndarës midis bashkisë Patos dhe Reskovec, ku është një masiv i lartë pyjor dhe ka një fushpamje panoramike shumë të bukur. Ndërkohë, një ndër aplikuesit e paketës së maleve, Dashnor Veliaj, që zotëron një fermë me rreth 400 krerë bagti të imta, pohon se është kthyer nga Amerika për të investuar në vendin e tij. Kam aplikuar në paketën e maleve për të investuar. Aktualisht kam një fermë time me bagti të imta. Fshati është fshati panoramik, mundësi për investim ka rrugë, ka ujë, ka drita. U sugjerojnë të gjithë fshatarët mi të kthehen të investojnë në fshat. Mundësit janë shumë të mira të investosh. Unë bile kam qenë edhe në Amerikë 2-3 herë dhe kam pasur vend pune për të punuar atje dhe kam lënë Amerikën vetëse për të investuar në fshatin tim. Është mundësi e mirë shumë. Gjithë kjo pamje, gjithë kjo ta lësh edhe të largosh, siç kanë larguar shumë fshatarët e mi, kanë ikur edhe atyre lusë të kthehen, të investojnë në blegtoria, në bujqësia, në ullisja, janë shumë mundësi të mira zhvillimi. Numri total i aplikimeve deri më tani ka arritur në 154, kryesuar nga Fieri me 50 aplikime, Mallakastra 48, Lushnja 37, ndjekur nga Patosi, Roskoveci e Divjaka me një numër më të ulët aplikuesish. Komisionet e ngritura në 6 bashkitë e Qarkut janë duke përfunduar hartën zyrtare të zonave prioritare, ku pritet të zbatohet paketa e maleve, ndërkohë që faza tjetër po vijon me dërgimin e të dhënave pranë ASHK-s për të verifikuar nëse ka probleme me pronësinë.